Jemi tash në pjesën e intervista me shumë dëshmitar të një ndeshje spektakolare në Karagashit të 5. Fillimisht kam trajnerin e skuadrës mysafire, kryetrajnerin Murat Bilge. Coach, your team started well in the first quarter. You have the lead in 2 digits. What happened in the second half? Terrible second half. No, it's, we forget again our habits. So I'm telling to my players, if something is going wrong, we need a little bit more cool down. But today we rush and last quarter 33 points. Everybody start to throw the ball and we lose the balance. I tried to stop with the timeouts, but we didn't do that. Also, coach, your team seems very tired in the second half. Do you think also not having a lot of times to rest because 2 nights ago you played in the finals of Unique League? Yeah, but for someone it can possible because of Josh Anzukar has small injury. He feel after the second half again to the same problem. So, but it's tired things. It's starting from the brain. Mentality. If you feel too tired, you are tired. All right, coach. I do not think that much. Thank you so much. Ishëm së bashko me trajnerin e Sigal Prishtinës Murat Bilge. Fillimisht e pyeta për startin e mirë të Prishtinës në çerikun e parë që patën edhe një bërsi dyshifrore dhe çfarë ngjau pse Prishtina performoi në mënyrë as të dobët në pjesën e dytë. Ai tha që ne u ngutëm në shumë raste, bëm disa topa të humbur apo disa aksione jo mirë të menduara që na kushtuan që të marrim mbi 30 pikë në çerikun e katërt. Gjithashtu e pyeta në pyetjen e dytë se a ka treguar efekt edhe mospasja e shumë ditëve pushim apo mos pasja shumë kohë që lojtarët e Prishtinës të pushojnë, duke ditur që 2 natë më parë kanë luajtur në finalet e Ligës Unike. Ai tha që s'mund ta them që ka qenë ky edhe si më themi edhe arsyeja. Tha që ne jemi treguar më shumë të lodhur në kokë apo në mendje se sa në këmbë.